mund ta keni marrë vesh, natyrisht që nuk mund ta linim Monikën vetëm sonte, do të kishim një të ftuar speciale. Dhe është vërtet kënaqësi për mua që ta kem sonte pas vitesh të tëra që kurse ajo nuk ka ardhur në Top Channel. Mbaj mend herën e fundit ka qenë, po e kujtonim dje në zyrë, i thoja unë, po pse ne para 4-5 vitesh jemi takuar. Jo, tha, kanë kaluar shumë, kanë kaluar gati 9 vjet. Pra kishte vite që nuk shkelte në atë që në fakt është dashuria e saj e parë, sepse ka dalë nga shkolla e Topit, Top Albania radios në atë rast, po sidoqoftë, dashuria e parë nuk harrohet kur. Është absolutisht një yll i skenave të brendshme dhe të jashtme televizive, një sipërmarrëse e shkëlqyer, një komunikatore e rrallë, dhe mbi të gjitha një njeri i bukur brenda dhe jashtë. Dhe si rrallë herë ndodh në këtë profesionin e qelbur që ne bëjmë, një njeri që çuditërisht e ka mirë me të gjithë. Zonja dhe zotrinj, Alketa Vejsiu. Alketa Vejsiu. Faleminderit shumë për prezantimin. Bukur shumë. Do gjam. Shikoni sa e bukur është Alketa Vejsiu. Faleminderit. Sekreti madh të jesh afër teje, me thënë të drejtën, në këtë lloj, se ne rrim me njëri tjetrin, por nuk rrim asnjëherë televizivisht. Ndërsa për mua është kënaqësi e madhe të kem një partner kaq elegant. Ja, jam e bindur që gjithë do na komentojnë sa bukur dukesh me ata të dy. Për mua është siklet. Unë e di që jeni shumë bukur, sepse sa herë që përmendesh ti në media, me të thënë të drejtën, dhe këtë ta them jo për fuça llamburice të prezantuesve që janë apo nuk janë, je një komunikatore e shkëlqyer, je një njeri që e përdor fjalën si pak të tjerë. Dhe gjithmonë, duke bërë këtë profesion që bëj, them u shtofshin njerëzit se tu, por shumë faleminderit. Unë jam e kënaqur për ty që ti që ditën e parë kur more Bigun vitin e kaluar i fitove zemrat e shqiptarëve. U bën 2 vjet me vitin para. Dhe në atë vit të parë, në natën e parë, më pash më njëherë dhe thash Ledioni po krijon një kulturë të re komunikimi, krahasohet vetëm me veten e tij dhe s'ka më mirë se kur secili ecën në atë shtratin e vet. Në rrugën e vet. Edhe e bën mirë punën që do. Unë jam shumë e lumtur që rikthehem këtu sot, sepse nuk harroj atë Alketën e vogël, e cila 14 vjeç ishte më pak e sofistikuar, ishte një vajzë e varfër që përpiqej, kishte shumë ëndra dhe ishte një burr i cili patë kon dritën dhe talentin i pari fare. Kam thënë vazhdimisht në jetën time faleminderit Vera, po s'kam thënë mjaftueshëm faleminderit Tanit. Kështu që Dritan Hoxha është ai në fakt i cili na hodhi të gjithëve që në fillimin tona pluryesh. Edhe ai kishte shumë të rëndësishëm projektin e Big Brotherit. Unë atëherë vendosa që nga radio, televizia drejt televizionit dhe nuk e pata fati ta prezantoj Big Brotherin, se sigurt që do kisha prezantuar po të kisha qenë këtu. Me siguri dhe shiko, jetës nuk i dihet. Më mjafton qielli që kam. Ore, më beso mua, jetës nuk i dihet. Po nuk kam asnjë ambicie, asnjë projekcion. Të shkon shumë ty edhe ta gëzosh edhe e bën shumë bukur këtë punë, por jam vërtet e lumtur që fëmijët e tij e vazhdojnë ëndrrën e tij dhe kur ne thoshim show must go on, show goes on dhe shkon shumë bukur. Kështu që duke mos harruar asnjëherë ata që na japin dorën të parët, duke mos harruar asnjëherë origjinën, mua këtu më vjen Alketa e vogël të cilën e dua fort në këtë moment dhe kam gati një dhimbësuri për atë vajzën që vinte me biçikletë dhe ecse pas pasionit të ëndrrës. Edhe arriti këtu ku arriti edhe sepse dikush e bekoi në fillim. Ndaj mendoj që të gjitha banorët të cilët janë këtu vazhdojnë në këtë fabrikën e prodhimit të yjeve, të krijimit të një brendi, një rrugë të rëndësishme. Unë nuk e di sa të ndërgjegjshëm janë ata për këtë vitrinë, për këtë mundësi që u jepet, që duhet ta përdorin mirë duke luajtur kartën e talentit, më pak atë të manipulimit, të skemave, të sherreve banale, të gjuhës vulgare në ekran. Edhe
do doja shumë që të njihni anën e tyre të bukur, anën e tyre njerëzore, sepse kjo narrativ i shpërblen në afatgjat. E drejt. Uroj që ta dëgjojnë këtë kur të dalin prej andej edhe ta marrin vesh. Megjithatë sot kish mundësi të flasësh me ta, besoj me vllajën e madh ke folur se çfarë mund të thuash dhe çfarë nuk mund të thuash. Unë jam motra madhe sot, unë jam big sister, po s'kam ardhur të bëj as morale as të jap mend se nuk jam Prometeo dhe e di që këtu nuk do ndryshoj fare. Do jetë një natë gjatë, po do jesh në shoqërinë e dur, kështu që po të shoqëroj tek faleminderit shumë. Afër Monës. Mona ti me Alketën çfarë raportesh ke patur? Shumë të mira. Sigurisht që Alketa na kthen. Po të thash pra unë ty, ajo nuk e ka keq me asnjë, shumë e çuditshme. Jo, po ajo na kthen në kohë pas. Mos harrojmë që edhe unë kur kam shkelur këtu mbas shumë vitesh. Po ti rregullove ambasadat, po unë po them. Edhe kjo në atë rrugësh. Shiko, unë po them që ajo nuk i ka prishur ambasadat kur. Po 9 vjet pa shkel këtu kishte ama. Po s'u ftuar, se nuk e kanë ftuar. Edhe mos nuk kishte ftuar. Nuk e di pse bëhem gjithmonë se bepun. E di çfarë më tha, më shkruaj ti. Për te faktit që Alketa Vesiu në fakt është përgjegjëse që un kam një Instagram aktiv, të cilin nuk do e kisha nëse Alketa nuk do na thoshte në një dark që bënin para se të nisnin Big Brotherin të hapësh ti Instagram, se kjo punë të pa Instagram ku jeton. Thash unë, okay, dakor, bëram dakor, dhe hapëm. Alketa Kumbara e Instagramit. Po dyta më tha që më shkruaj ti, faleminderit që ndan hapësirën me mua. Disa pak njerëz ta thonë këtë në këtë vend, sepse e duan të gjithën për vete. Po e ku e ka, si është ajo, ku më kua për herë të parë kjo? Top Albania Radio. Pra. Shiko, jam shumë e kënaqur unë që punoj në një televizion tjetër në fakt. Unë punoj në televizionin Klan dhe i falenderoj dhe drejtuesit atij televizioni dhe këtij televizioni që më mirëpresin, edhe them që sa mirë kur njeriu i lë vend vetes që dhe aty ku është, dhe aty ku shkon ti i mirëpritur. Kështu që shiko, njerëzimi, më thonë, kemi një problem me mikrofonin. E kemi përshtyp, po mendon ta duhen këto live jemi. Shiko, njerëzimi ka arritur primatin gjithmonë nga bashkëpunimi, jo nga ndastit. Kështu që unë kam pat filozofi gjithmonë këtë. Dashuria, pra sekreti është dashuria. Dashuria është sekreti. Okej, ndërkohë do doja t'ju thoja të gjithëve se ju që nuk e dini akoma, për nuk e di se çfarë arsye, gjithçka që ndodh brenda shtëpisë së Big Brother e shikoni 24 orë në 7 vetëm në digital, me 2 kanale të dedikuar në Digital Talk